Fokusi në sukses. Filozofia e Napoleon Hill mbi mendimin pozitiv. Napoleon Hill është një nga autorët më me ndikim në fushën e zhvillimit personal dhe suksesit. Libri i tij Mendo dhe Pasurohu është një nga veprat më të shituara të gjitha kohërave dhe ka ndihmuar miliona njerëz të kuptojnë fuqinë e mendimit pozitiv dhe përqendrimit të qëllimet e tyre. Një nga shprehjet më të njohura të Hill është: mbaje mendjen të përqendruar te ajo që dëshiron në jetë, jo te ajo që nuk dëshiron. Kjo shprehje pasqyron filozofinë e tij mbi fuqinë e mendjes dhe ndikimin e drejtpërdrejtë që ka fokusi ynë në rezultatet që arrijmë në jetë. Por çfarë qëndron pas kësaj thënieje dhe si mund ta zbatojmë atë në jetën e përditshme? Mendja si mjeti kryesor për suksesin. Sipas Napoleon Hill, mendja është faktori kryesor që përcakton suksesin ose dështimin e një individi. Ai argumenton se mendimet kanë një fuqi krijuese dhe se ne tërheqim në jetën tonë ato qëndrim dhe përvoja që përputhen me mendimet tona më të thella dhe të qëndrueshme. Ligji i tërheqjes. Një nga idetë themelore të Hill është ligji i tërheqjes, i cili thotë se ne tërheqim në jetën tonë atë për të cilën mendojmë më shpesh. Nëse përqendrohemi te pasuria, suksesi dhe mundësitë, do të fillojmë të shohim më shumë mundësi për të arritur këto gjëra. Nëse përqendrohemi te dështimi, frika dhe problemet, do të gjejmë më shumë pengesa dhe vështirësi në jetën tonë. Ky ligj nuk është një magji, por një parim psikologjik. Kur një individ fokusohet te një qëllim, ai fillon të shohë mundësitë dhe rrugët që e çojnë drejt tij. Fuqia e fokusit. Një tjetër element kyç në filozofinë e Hill është fokusimi i plot në atë që duam të arrijmë. Shpesh, njerëzit kalojnë shumë kohë duke menduar për atë që nuk duan. Nuk dua të dështoj. Nuk dua të jem i varfër. Nuk dua të jem i smur. Por sipas Hill, kur mendja është e përqendruar në aspektet negative, ajo i jep energji dhe vëmendje pikërisht atyre gjërave që nuk duam. Në vend të kësaj, ai këshillon të ndryshojmë mënyrën e të menduarit. Dua të kem sukses. Dua të jem financiarisht i pavarur. Dua të jem i shëndetshëm dhe energjik. Kjo mënyrë të menduari krijon një ndryshim të madh në mënyrën se si truri përpunon informacionin dhe kërkon mundësi për të realizuar këto qëllime. Si ta zbatojmë filozofinë e Napoleon Hill në jetën e përditshme? Për të zbatuar këtë filozofi në praktik, duhet të ndjekim disa hapa thelbësor. 1. Përcaktoni qartë çfarë doni. Një nga gabimet më të mëdha që njerëzit bëjnë është që nuk janë të qartë për atë që duan. Hill këshillon të shkruajmë qëllimet tona në mënyrë të qartë dhe specifike. Mos thuaj, dua të kem sukses. Thuaj, dua të ndërtoj një biznes që gjeneron 100.000 euro në vit. 2. Vizualizoni suksesin. Imagjinimi i suksesit është një mjet i fuqishëm. Hill besonte se nëse e shihni veten duke arritur qëllimet tuaja në mendjen tuaj, ju do të filloni të veproni në atë drejtim. Çdo mëngjes dhe çdo mbrëmje, kaloni disa minuta duke imagjinuar veten tuaj duke jetuar jetën që dëshironi. 3. Rrethohuni me njerëz pozitiv. Hill thekson rëndësinë e rrethit shoqëror. Ai thotë, njeriu bëhet mesatarja e 5 personave me të cilët kalon më shumë kohë. Nëse rrethoheni me njerëz negativ që vetëm ankohen dhe shohin problemet, do të ndikohet edhe mendësia juaj. Nëse rrethoheni me njerëz që kanë një mentalitet suksesi, do të filloni të mendoni dhe të veproni si ata. 4. Eliminoni frikën dhe dyshimet. Shumë njerëz dështojnë sepse kanë frikë nga dështimi. Hill besonte se frika është një nga pengesat kryesore për sukses. Në vend që të friksoheni për atë që mund të shkojë keq, përqendrohuni në atë që mund të shkojë mirë. Kur një dyshim ju vjen në mendje, zëvendësojeni atë me një mendim pozitiv. 5. Veproni me vendosmëri. Nuk mjafton vetëm të mendosh pozitivisht, duhet edhe të veprosh. Hill besonte se veprimi i qëllimshëm është ai që ndan fituesit nga humbësit. Merrni hapa konkret çdo ditë për t'ju afruar qëllimeve tuaja. Mos prisni momentin e përsosur, sepse ai moment nuk vjen kurrë. Shembuj nga jeta reale të filozofisë së Napoleon Hill. Shumë njerëz të suksesshëm kanë ndjekur parimet e Hill për të arritur suksesin e tyre. Disa shembuj përfshin: Oprah Winfrey ka ndjekur parimin e fokusit në sukses dhe jo në sfidat e së kaluarës së saj. Ajo ka përdorur vizualizimin dhe mendimin pozitiv për të arritur suksesin e saj të jashtëzakonshëm në media. Elon Musk, përkundër sfidave të shumta, Musk është përqendruar gjithmonë te ajo që dëshiron të arrijë: krijimin e makinave elektrike dhe kolonizimin e Marsit. Jim Carrey, ai ka përdorur vizualizimin për suksesin e tij. Para se të bëhej aktor i famshëm, ai kishte shkruar vetes një çek prej $10 milion për shërbimet e tij të aktrimit dhe e kishte mbajtur atë me vete, derisa ëndra e tij u bë realitet. Përfundim. Filozofia e Napoleon Hill mbi përqendrimin në atë që dëshirojmë dhe jo në atë që nuk dëshirojmë është një nga parimet më të fuqishme për suksesin. Mendja jon është një mjet i fuqishëm dhe nëse e përdorim në mënyrë të drejtë, mund të krijojmë jetën që duam. Në fund të fundit, zgjedhja është e jona. A do të fokusohemi në sukses apo në dështim? Në mundësitë apo në pengesat? Në fitore apo në frikë? Siç thoshte Napoleon Hill, çdo gjë që mendja mund ta konceptojë dhe ta besojë, mund edhe ta arrijë.